Përshëndetje, sot po përgatisim një ëmbëlsirë të lehtë të shpejtë, pa pjek, me biskota. Fillojmë e përgatisim. Për ta përgatitur recetën na nevojitet pak qumësht. Pra në një enë do hedhim pak qumësht. Biskotat do i zhytim në qumësht. Pastaj në tepsinë ku ne vendojmë me përgatit. Kështu secilën biskot e kalojmë në qumësht e pastaj e përgatisim edhe recetën. Unë për këtë recetë po përdori biskota që janë me kakao dhe rreth 370 gram. Fillimisht po e bëjmë shtresën e parë për të vazhduar edhe për të përgatitur kremin për me i ly biskotat. Ëmbëlsira bëhet shpejt lehtë edhe bëhet shumë e shijshme. Për ta përgatitur kremin na nevojitet 1 litër qumësht. Te qumshti shtojmë sheqer, 1 gotë, 200 ml sheqer, të verdhën e vezës, pastaj niseshte 2 lugë të gjellës, miell 4 lugë të gjellës, 1 pako me sheqer vanilje, edhe krejt përbërësit i përzim mirë me një tel kuzhina edhe lan kjo që të zihet, në fakt sikurse kur përgatit një puding. Tash vazhdojmë edhe e përzim vazhdimisht që mos na formohen toptha, duke e përzier, kjo zihet, kur fillon me vlu ja ndalni temperaturën edhe vazhdoni e zini ashtu për 1 minutë 2, ose mundeni me largu pra nga ploqa e shporetit edhe me përzi makollaj. Tash tek kremi i përgatitur, shtojmë krem për ëmbëlsira ose krem hopla, 100 deri në 200 ml. Sa të keni në shtëpi mundeni me i shtu, nga 100 deri në 200 ml. Me një herë të nxehtë, pra ja shtuam kremin, tash vazhdojmë e përzim edhe kremin e kemi gati. Unë po e përzim me tel, mund ta përziheni edhe me mikser nëse doni. Kremin e kam vendos në një enë kështu për me qit makollaj, kështu tek biskotat, edhe shtojmë krem, qaq sa neve na merr mendja që shkon, sa për me i ly biskotat, edhe vazhdojmë pastaj me rendin e dytë, në të njëjtën mënyrë, duke i bë biskotat me qumsht, edhe duke i renditur kështu si në video, derisa të përfundojmë me krejt biskotat që i kemi, pra thash 370 gram biskota me kakao. Pasi kena përfundu me shtresën e dytë, shtojmë kremin për shtresën tjetër. Një sasi, pastaj kështu vazhdojmë derisa të përfundojmë me krejt biskotat. 4 rende ju dalin për këtë ëmbëlsirë, do me thënë 4 herë, 4 shtresa me biskota. Pasi të përfundojmë, do të vazhdojmë edhe të shkrim çokoladën. Çokoladë për gatim, 200 gram, çokoladë e bardhë. Mund të përdorni edhe çokoladë të zezë. Shtoni 100 ml krem hopla. E leni në mikrovalë që të nxehet, edhe kjo shkrihet, e shikoni si bëhet, e përzini edhe e kemi gati për ta hedhur në ëmbëlsirë. E hedhim mbi ëmbëlsirën, edhe ëmbëlsirën e kemi gati, shpejt lehtë mirë, edhe bëhet shumë e shijshme. Unë do ta la kështu në temperaturë dhume për 1 orë, pastaj do e fusim në frigorifer, derisa të ftohet tërësisht. Pasi që është të ftohur, e kemi gati edhe mundemi me fillu me provu. Është e mirë me përgatit për vete ose për musafer, tash varet ju për kanë e përgatitni. Mbi unë po i hedh pak kokos, e ju mundeni me lanë edhe ashtu, e ndajmë në pjesë të vogla, edhe besoni që ka ëmbëlsirë për shumë persona. Mundeni lirisht me përgatit këtë recetë që ka pak harç edhe bëhet shumë e mirë. Vetëm shikojmë tash si është bërë, edhe e shikoni se sa e mirë ka dalë. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për sot. Unë shpresoj se edhe kjo ëmbëlsirë do pëlqejt nga të gjithë ju dhe do të përgatitet. Si gjithmonë, krejt recetat i përgatisni edhe ju dalin shumë të mira. Edhe kjo ëmbëlsirë do ju dale e do ju bëhet shumë e mirë. Provone, pastaj na shkruani në koment. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.